Ikim lajm bashkën time bash. Erdhi momenti ku unë ikit lajm bashkën time dhe si gjithmonë mos më gjikoni për këtë pamje. Te garava të mshi dhe ndash besoni dash mos besoni, kam pas plan me la para se ikën në Venecë se thash, kjo nuk mund të bëj një udhëtim në këtë gjendje, po ja ku jemi sot, mas udhëtimit. Aty mbrapa si gjithmonë 3000 xhaketa, kështu si dollap. Po që sot erdhi dita me që ishte diell. Po më pyesni pse e kam lënë emrin Breshk makinës time, po mendoj se më ka ardhur në mënyrë shumë spontane. Pas menimit tim 500 është e vogël dhe e lezetshme, fikse si Breshk, apo mos gaboj. Mund të them të drejtën edhe për ta la është super e shpejt. Nuk të merr shumë kohë, kështu që mendoj se është një nga makinat më praktike. Domos nëse jetoni në qytet, nuk keni nevojë që të kërkoni shumë parkim, ju e krijoni parkimin me këtë makinë. Mbasi lam nga jashtë, erdhi momenti për ta lënë edhe nga mrena, sidomos më e pastru nga mrena herë. Po mbrapa ishte gjendje skandaloze e vërtet, sepse kisha gjithë ato shishe ujë. Kujtohet ai video që kam bërë këtë verë ku kam pastru makinën time që kisha në Shqipëri dhe kam numëruar 17 shishe ujë. Ishin i çik më pak. Pastrim sa më shumë i thellë, se nuk ishte edhe shumë kohë nga që pastaj do ikja prapë në punë. Po si gjithmonë munova me do maksimumin tim. Palosa dhe rregullova rrobët që do merrja pastaj prapë në shtëpi. Tani mund të them se breshka ime shkëlqen më shumë se dielli i verë. Dhe tani mund të them shihemi në kapitullin tjetër.